Kosova tash i bën 10 vjet që është e pranuar në arenën ndërkombëtare, edhe skuadrat tona na përfaqësojnë edhe në arenën ndërkombëtare. Dhe nesër mas nesëri, ose dje par dje, Prishtina është takuar me Ferencvaroshin e Hungarisë, është takuar me Bodo Glimt, kampioni i Norvegjisë. Dhe çka, pi themi na që i kemi 100 ka luajtur në Kupën e Evropës Mesme. Atëherë një lloj Jo, këtu kanë qenë tash, masi që ka qenë kampioni i Kosovës. Atëherë Po, edhe atëherë po. Në ligën e Jugosllavisë, ligën e parë, 5 vite që ka qenë. Po, aja është po. Po. Aty mendohen, tash po. Po, edhe asoj mund ndihmë. Ky është edhe janë liber. Mirë, po kjo që po them tash është fakti, arsyeja pse janë të rëndësishme këto libra. Është fakti që tash jemi shtet, përfaqësojmë Kosovën në arenën ndërkombëtare. E thash Prishtina kur ka qenë kampion i Kosovës ka luajt në ligën e Champions League kundër Bodo Glimt, kampioni i Norvegjisë, ka luajt kundër Ferencvaroshit, kampioni i Hungarisë. Edhe këtu tjera të luajmë me kampionë të tjerë. Edhe tash, po themi na që i kemi 100 vjet histori klubit futbollit dhe duhet m'ia tregon fotografitë në telefona. S'ka kuptim. Nëse i kemi 100 vjet, në takimet mes kryesive ose mes klubeve, është mirë me pas një libër, kësaj edhe nëse kjo është ky Prishtina 100 vjet histori ose ky është ky fillop i 93 vjet histori. Në këtë gjën, edhe atëherë vërtet është tjetër imazh, është tjetër pamje, tjetër përshtypje për kundërshtarin që e ka para vetes. Mirë ke bërë që ke bërë librin e dytë për këfillapin, vërtet ne shumë e kemi për këfillapin, është e vërtet. Edhe në shkollë nga kati dytë nga shkolla teknike kur ishim, aty edhe shikonim shpesh profesori thoshte çka po pret. Shkoj e komentoj takimin. Po, në verë, unë e di edhe këtë emocionin edhe si shikues na, që edhe unë si ti njësëri, për shembull se unë e majmen shumë mirë edhe herën e parë kur e kam përcjell llapin këtu në stadion. Kam qenë akoma pa i mbush 10 vjet, dhe më thonë, si 9 vjeçar, kam marrë me këshyrë një ndeshje, që mbas anej kom kuptuar që ka qenë vendimtare për me met llapin në ligën e parë. Edhe kur bisedoja për këtë ndeshje me të ndjerin Fadil Vokri, në një intervistë që kam pas me të sa ishte gjallë, e përshkruaj në këtë ndeshje dhe ai më shikoi me habile dhe tha, që shpe manë men, tha sovjetik jeti. Po e manë men, tha që atëheri ku pas me ndje. Po, edhe sot e kujtoj shumë mirë, ka fitu lape 4 me ne, e ka mujtë besën e pjesë. Këto, golën e parë ka dhënë Fadil Vokri nga penaltia, ndërsa golën e fundit 4-tën e ka dhënë Shaban Hajdari, mas një kryesimi duket Izel Mustafa nga krahu ka kryesu edhe ky me kokë e jep, edhe kur e jep golin, jeti shtrirë në tokë, edhe prej pozitës së shtrirë e sheh topin në rritë, edhe tani festën e bën me dur. Ty më shotokës, kështë. Do thotë u zhut i tëri aty. Po, shkoj si peshk. Në toj. Si peshk. Po. Shumë e vërtet, çfarë atmosfere krijoi, më të vërtet. Po. Shtirë është e papërshërshme me daullë me zula me. Po, tash po. Edhe po djegë është atmosferë e bukur. Po, pro. Kënaqë njëri dieleve. Edhe po. Po apo stunave. Edhe të mërkurëve nganjëherë po luheshin. Po, pro. Takimet. Shkonim ne në stërvite për të shikuar. Edhe stërvitet janë përcjell në shumë shikues, në shtash. E kanë shumë për shembull orët në zonësit për të shkuar, për të përcjell llapin në stërvite. Pra, çashtu. Edhe tash për sa ta them se ke libër i shkon mirë me pas vitrinat e çdo familje, ne po duhet me pas aty për shkak se unë besoj se çdo familje nëse se ka pas një futbollist që ka luajtur për llapin, patjetër se ka pas një 2-3 tifozë që i kanë përcjell gjenerat pas gjenerat, ose për shembull koha e jote ose dikush tjetër që s'ka punuar me gazetari sportive që ka pas edhe si detyrë. Secili e ka një periudhë kohore që i ka përcjell llapin. Domethënë, ky libër ja kujton edhe rinin e vet, secilit që e merr shpirtin. Shumë bukur. Cilat janë çastet më të rëndësishme historike të këfillapit që trajtohen në këtë libër? Në mënyrë kronologjike. Po, tash duhet me kanë sinqert që llapi ajo periudhë e vjetër është mirë që është dokumentuar, mirë po nuk është që ka pas suksese ku me ditë çfarë në atë ku, sepse kryesisht ka qenë luftë për ekzistencë, kanë qenë 2-3 sezona që ka qenë në pjesën e epërme të tabelës, në ligën e parë të Kosovës, ndërsa periudha më e ndritshme tash po themi e llapit është kjo periudha e re. Domethënë pas vitit 2013, kur llapi ndryshon edhe organizimin, edhe vinë investitorë më të mëdhenj, më serioz, siç është familja Batatina, të cilët arritën që atë sloganin që e ka thonë fillim
kur këta kanë ardhur që me bo një lap evropian, me bo me infrastrukturë, ata në fakt edhe e kanë arrit, për shkak se edhe infrastruktura është shumë e mirë, ose larg më e mirë se që ka qenë, po edhe lapi du në arenën evropiane. Ata ndërlidhe diçka këtu. Po, Unë jam takuar me ta Batatinën para se të shkoj te kryetari i komunës për të marrë vesh për llapin. Dhe i them, ju mund ta merrni llapin të dheshni, sepse llapi në gjendje shumë të keqe. Kështu i them. Po, me siguri se ti ke qenë përcjellës aktiv Po, e llapit në atë kohë. ju mund jeni njeriu i përshtatshëm që mund ta dheshni llapin. Po se i ke njoft edhe mirë po unë po them ky këndvështrimi që unë kam përcjellë historinë e llapit dhe me pyetje cilat kanë qenë momentet më të ndritshme, edhe momentet më të ndritshme janë, po them, kësaj periudhës së re, edhe që për shembull këtu hap libri llapi U19 ka qenë kampioni i Kosovës në edicionin 22-23, që është sukses. Ose në llapi ka qenë nën kampion i Kosovës. Ky llapi që e kemi tash, kur Ballkani u bë kampion, llapi ishte nën kampion. Jo shumë larg këto vitet e fundit. Masanej fitoi 2 kupat e Kosovës, që s'ka ndodhur asnjëherë më parë. Dhe në përfaqësoi edhe në arenë ndërkombëtare. Domethënë, periudha më e ndritshme e llapit është kjo periudha e ri. Domethënë koha prej këto vitet e fundit. Tash prapë është në edhe synimet e llapit gjithmonë janë që me luftu ose për titull ose për kupë. E kjo është ajo që na gëzon për shkak se llapi përveç infrastrukturës, tash edhe ambicet e ka të mëdha, është klub i organizuar mirë, ka futbollist cilësor në vetës, rezultatet herë janë më të mira, herë jo bashkë të mira, mirë po synimet gjithmonë janë për krijon e tabelës dhe për arenën ndërkombëtare. A përfshin libri me statistika të hollësishme për çdo kampionat për llapin? Po, kjo është e mira e këtij librit. Prandaj edhe ka titullin ky fillopi vit pas viti. Domethënë, prej 45 e deri në 2025, këtë çdo edicion ka të dhona për çdo edicion. Do të dhona kryesore natyrisht. Statistika ka edhe në fund të librit, domethënë janë prej vitit 1905 deri në kush ka qenë trajner i llapit, kryetrajner, e që duhet të them edhe diçka. Këto informacione deri sa ka pas gazetë Rilindja i kanë pas zyrtare. Mirë po, sidomos këtë periudhën 91-99, kur edhe gazeta Rilindja më nuk shtypën, ndalohet, faqet e sportit pak të reduktuara i kena gjetë në gazetën e vetme që ka qenë editore Bujko në atë kohë, dhe Bujko nuk ka mujtë me përfshi krejt, se edhe tirazhën e ka pas të vogël, edhe faqe pak, informacionet e sportit kanë qenë të reduktume, dhe këtu më dul një trajner i llapit, më tha që një periudhë atje 90-99, tha nuk më kishte shti një edicion që jam kom trener. Thash pa atëherë, pak se me shakaja këtë, thash atëherë edhe futbollistat se kanë ditë mirë, kënë e kanë trajner, thash e lema opinione. Se kanë, po pra, ka qenë shumë vështirë me siguru informacion për atë ku. Unë më mirë e kisha prit me thonë faleminderit që e kishe përfshi, kishe gjetë edhe prej asoj kohë deri sa informacion, se sa një 3 muaj thasëm kishe shti që jam kom trener. Pak e oltë kena shta kjo, po edhe se të tillë e morra si vretje, mirë po ka qenë vështirë me gjetë informacione në periudhën 90-99, se ka pas pak, shumë pak ka pas. Si do qoftë, unë i kam përshkru dhe prap i kam lënë mundësinë që nëse dikush e sheh që i kanë mungu 3 muaj si trener ose 6, le të lajmërohet dhe në ribotimin e parë e përmirësojmë edhe atë, veç duhet me marrë konfirmimin edhe për dikujt tjetër që ja ka qenë ashtu ajo, sepse ka njerë kur pyete a i ke kontaktu futbollista, ata ke marrë informacione, i kom kontaktu edhe kom marrë informacione mirë, po ka njerë edhe më leshin për shtypje jo bashkë mirë, për shkak se cilën që kontaktojsha vetën e bëjke super yll, e ata tjerët ka njerë kryesha vështirën që ka lytë veç vetën në tërë. S'kan marrë pjesë. Po pra, unë jo mundu që me kon korrekt me secilin. Dhe me thonë, asë kom dash me rritë kërkën, e asë ose mës me vlerat. Po pra. Edhe ai që ka lujtë një ndeshje, ju mundu qatë ndeshje me aqit kur ka lujtë edhe gollat që ka dhonë. Për shembull, golshënuesi më i mirë i historisë së llapit na ka dalë Luan Salihu, 50 golla. Dhe janë të argumentume, janë të numërume për zëri. Shumë kush nuk e din. Shumë kush nuk, po edhe vetë Luanin kur e kom pyet, Lulin që e njohim na, e kom pyet para se më butu libri, thash, Lul, a din sa golla kanë tha, koxha shumë i komon, po saktë se di. Tash del tash në informacion saktë sa kemi pas, dhe ka dalë që i ka 50 golla. Edhe ka luajtur periudhën 75-85 për 10 vite, domethënë.
Mirë po që tani kemi këtë Mohamed Hysenin që i ka 38 gula dhe këtë një liber e kam shkruajtur me ngjyrë të gjelbërt, për shkak se është lojtar aktiv akoma. Dhe ky nëse vazhdon të luajë, ashtu nashta mundet me arrit atë. Mirë po derisa ka dalë libri, golshënuesi më i mirë i Llapit në këtë periudhë ka qenë Luan Saliu. Edhe janë golshënues më të mirë të çdo edicioni pastaj. Nëse don muna me lexu ose me thon, po se dia kem ku. Mund të thoni? Cilën periudhë dëm për shembull? Hajde. Periudhat për shembull shkon kohë pas kohë disa periudha. Hajde, çe marrëm për shembull kështu. 86-87 Sabri Miftari 14 gulla, edicioni. 85-86 Afrim Shabani 11 gulla. 84-85 Fehmi Podvorica 10 gulla. 75-76 Shukri Shabani 9 gulla. 76-87 prap Shukri Shabani 9 gulla. 77-78 Luan Salihu 13 gulla. 79-80 Fadil Vukri 16 gulla. 11 Llapi 5 të elektroekonomia, shkoj për të ndihmuar. Ka qenë atje, kthehet tani Llapi. Mirë po, do të thonë çatë edicion, 79-80 ka qenë golshënuesi më i mirë i ligës, Fadil Vukri 16 gulla. 11 i ka për Llapin, 5 për Kosovën e Obilicit. Masanaj 81 Jakub Mehmeti 8 gulla, 81-82 Luan Salihu 15 gulla, 82-83 prap Luan Salihu 10 gulla, 83-84 Isak Ibrahimi 6 gulla, Mohamed Vukri 5 gola, mas ti pas ka qenë, Fadil Kodariu 4 gola, Luan Saliu 3 gola, 84-85 Fehmi Podvorica Indir, Rista 10 gola, mas edhe kështu, i thamë. Edhe kam edhe në periuda më të vjetra, po, ose këtu për këtë periudën e re, nëse dënë, për shembull, Ardit Tahiri 16 gola, këtë edicionin 24-25, 23-24 Mohamed Hyseni 26 gola, 22-23 Francesco Rivera 7 gola, 21-22 Valmir Veliu 10 gola, 20-21 Edon Sadriu 7 gola, 19-20 Ersil Ymeri 9 gola, 18-19 Ahmet Jenuzi 13 gola, 17-18 Mirlin Doku 17 gola, reprezentuesi i Shqipërisë. Po. 16-17 edicioni, Florin Berbatovci, Berat Hyseni ka 9 gola, 2015-2016 Benjamin Emini 6 gola, Enis Zabërgja 5 gola, edhe për shembull 2004-2005 Leonardo da Silva 11 gola. Brazilian. Do të thonë këto janë gjëra të argumentuara, sakt. E sa më herët ata që ishin disa prej tyre, ka golshënues interesant ndonjëherë për ta numëruar, për ta përmendur. Më herët për shembull, para këtyre do thot viteve që na i the. Po. Disa prej tyre për shembull viteve në për kampionatet. Po, duhet me hit ashtë se cilë edicion, veç të tregom për shembull cilën edicion po dënë masak. Për shembull vitet e 70-ta. Hajde që shkojmë të viti edicioni 70-71. 71, po shkojme. Që? Po që 70. Dikur kanë luajtur shumë serbë në skuadrën e Llapit. Që edicioni 70-71, Shaban Hajdari pas ka dhënë 4 golla, prej atyre që janë gjetë, Bedri Muçulli 3, Shaban Hajrullah 1, prej informatave që janë gjetë, Fazlil Lugarliu 1, apo do një edicion tjetër? Po. Ose një përbërje të formacionit të Llapit? Po, hajde. Që për shembull, Llapi Lipinci me 7 shtator 69, 1-1, ndeshja në Podujev, 300 shikues, refer Bajram Luma nga Prizreni, golshënues Zejnullahu për Llapin dhe Shabani për Lipinci. Për tjerë Sat Mehmeti, 2 Nezir Halili, 3 Bozhić, 4 Rifat Raçi, 5 Vukmirović, 6 Idris Mehmeti, 7 Petrović, 8 Jocić, 9 Zejnullahu, 10 Shaban Hajrullahu, 11 Shaban Hajdari. Kjo ka qenë përbërja. Po. Ose apo do një përbërje në një viti tjetër, nëse ki për shtat, hajtësuma vitin të... Po, shkojmë në vitet, diku rreth vitin 1935, diku, no? Jo, 35, jo, 25 e këndej. Po, mirë. Mirë, mos kalojmë atje. Mirë, vitën e 50. Po, hajde. Shkova në më herët atë. Po, që 50-ën për shembull.
Mirë, të dhënat që i keni, apo? Këto janë të dhënat që i kem Që ke siguruar? Jo, 50 nuk ka formacion, por ka 54-ën. Mirë, 54, shkoj. Ka shumë lojtarë sërbë që ka pas lopën atku, për shembull, portier Crnoglavac, Sekulović, Grcić, Andrić, Popović, Zorić, Ejub Bektishi, Marković, Petrović, Marković tjetër dhe Aleksandrić. Mendova që po thu dikun në vitet e 70-ta, kur e man me ti, ose kur ka qenë... Në vitet e 60-ta? Po 60-ta, për shembull, një ndeshje, hajde që u qelë këtu, për shembull, Lepenci Lopi 0-2. Lepenci i Kaçanikut, është interesant, portieri Lepencit, ja të kush ka qenë? Ismet Shurdani. Ismet Shurdani. Referi një gjorë, do më thonë 68, Ismet Shurdani ka qenë portier i Lepencit, ndërsa për Lopin kanë lujtur Ketsojević, Milošević, Idris Mehmeti 3, Rifat Rashi 4, Zhivanović 5, Silatin Vukri 6, Fazlil Lugaliu 7, Shaban Hajrullahu 8, Marković 9, Shaban Hajdari 10 dhe Hashim Aliu 11. Shumë interesant. Interesant. Edhe një 70-tave për kam qef me ta lexu. Mi lexoj një. Edhe atë për shembull, të shkojmë radhazi, të shkojmë... kur ka luajtur edhe Fadil Vukri. Po rikujtojmë në zhvillimet në përkohë. Po, në përkohë që tash i gjejmë një ndeshje ku do të shkojmë tutje. Të gjejmë edhe ku ka dhënë gol në Fadil Vukri. Çfarë? Pra gjithmonë për të të një bisedën e SADU, autori libre... Mirë, falë ti se radio nuk do në qëtësi, radio do në gjithmonë dinamik. Jo, po, ose po flasun, që po thamë dhja që këtu kështë... Pra, këtë vit pas viti, edhe është duke shfletua disa... Mirë, që e gjitha këtë ndeshjen që e përshuva ma heret, Lopi Besa 4-0, me 15 që shru 1980, stadiumi qytetit Buzllapit, shikus 1500, refer kryesor Adem Kumnova nga Mitrovica, Golçinus Fadil Vukri 20 nga penaltia, Isak Ibrahimin 58, Shaban Hajrullahu 60 dhe Mohamed Vukri 88. Goli i tretë pas ka qenë ai Shaban Hajrullahu që përshkruaj. Edhe Lopi ka pas këtë përbërje. Isuf Deda portier, Jovanović 2, Rifat Hajdari 3, Izael Mustafa 4, e ka zëvendësu Agim Krasniqi, masën e Mohamed Vukri 5, Idris Mehmeti 6, Naser Hyseni 7, Shaban Hajdari 8, Fadil Vukri 9, Bedridin Havulli 10 dhe Isak Ibrahimi 11. Përbërje fantastike, I kemi shkuar radhat e disa pjesë, sepse libri është vërtet ka shumë safa që i ka. 854. Kur të ka ndihmuar tash për këtë libër, do të thosha shtypshkruarjen që keni sponsorët, donatorët, ata për krahasim tuaj. Po, ky libër nuk ishte bërë pa ndihmën e donatorëve, sepse qysh e thami ka 854 faqe, është formatit A4, është i shtypur me ngjyra, është i shtypur me kopertinë të fortë, lidhja me pej, vetësi i tillë, pa marrë për bazë hiç punën e autorit, po vetëm si kosto e ka pas një kosto të lartë. Prandaj me ka ndihmuar drejtoria e sportit komunës Podujevës, me ka ndihmuar donatorët, unë i kam thënë donator vullnetar dhe donator zyrtar të Lopit. Këta donatorët vullnetar janë ata që kanë ndihmuar vërtet librin dhe më kanë ndihmuar mua të e pa punën që e kam bërë. S'kan lidhje ata me sponsorizim të Lopit kur gjë. Ndërsa donatorët zyrtar janë ata që Lopi ka si donator të vet dhe për krahas të asaj mbështetjes që i bojnë për Lopin, i kanë dhënë një shumë të vogël, modeste edhe për librin. Dhe me ndihmën e tyre është bërë edhe ky libër që tash është në duart e lexuesve. Po, cilat figura të njohura të klubit të kanë zënë vend veçantë në këtë monografi? I keni përmendur disa prej tyre, shkurtimisht, çka mendoni për të gjitha këtyre figurave, këtyre ftyrave, këtyre lojtarëve që kanë qenë, kush ka në gjurmë më të thellë? Po. Një pyetje pak më e vështirë. Jo pyetje e vështirë, po pjesa e parë e pyetjes që thotë cilat figura kanë zonë vend, aty kanë zonë vend gjitha figurat që kanë luajtur edhe në ndeshje për Lopin. Po. Ndërsa kush më ka bërë për shtypje është pyetje tjetër që po tash edhe pyetjen e kam edhe këtu. Për shembull, unë e them, ka ndonjë histori apo rrëfim emocional që ka lënë për shtypje më shumë rreth kësaj çështje?
Po, them mirë. Po, mirë shumë. Tash u bën 3 Po ndërlidhëm. 3 pyetje. Këto të fare vetë përgjigjen kjo rrëfimi emocional. Po. Rrëfimi emocional ka qenë çaja ndeshja e parë që unë e marr me po Llopin live në stadion me besën që e njerë thash atë anën emocionale. Edhe tani e lexova dhe protokollin e ndeshjes. Ona emocionale, pra, akoma më kujtohet. E di që kemi marrë 2 orë para ndeshjes, kemi kthyer edhe junior që luajshin para lojë. Edhe më mend edhe disa prej lojtarëve junior që kanë luajtur atëherë për Llopin atë. Domethënë që është ajo ana emocionale, si 9 vjeçar, ndërsa pyetja tjetër a ka futbollist që më ka bërë përshtypje gjatë kësaj jetësurie? Ndonjëri për shembull gjitha periudhave që keni përshkruar që nga themelimi. Po, tash kjo është pyetje që tani do të më mendu mirë çfarë më thon sepse dikush tani po hatrohet prej këtyre futbollistëve të brezave të ndryshëm. Shumë interesante është çështja e tyre. Po, është mirë, po unë këtu prap nuk e kam shumë njëherë më ngushtuar me këtë pyetje për shkak se prap japi përgjigje, sepse nuk ka kërkush çka hatrohet. Historia flasin numrat. Flasin golat, flasin paraqitjet, ato janë tregues. Për shembull, unë po tregoj një ngjarje, e tani le të marrin përgjigjen secili prej atyre që hatrohen, le të themi. Për shembull, unë pyetja dikon prej futbollistëve a ke luajtur për Prishtinën ose për Llopin, që për Prishtinën po themi. Po, kam luajtur edhe gjatë. Në këtë periudhë, që e kim bjemën se nuk e njofsha unë. Se folke dikon për vitet e 60-ta. Tha, që të bjemër e kam? Thash, e ke pasin bjemër gjithë, apo e ke në rrunë e jashtë? Sënë si kësha gjithë, ato në lumëtimin. Tha, jo gjithë. Edhe tash, kër e paj që unë kam informacionet bëndshme, tha, jo tha, s'kom lujtë, tha shumë, tha se e kom pas një trener sërë, tha nuk kom shtike. Do me thonë, a i fillimi vjen shumë i gjonë, po kur vinë të konkretizu zanë, ngushtohet edhe del që ka lujtë nështë ta veç junior, ose ka pas qef me lujtë, ne kërë thua, po s'ka lujtë edhe. Edhe, unë po thënë që këtë folumtimin nuk e kompone, mi apo qefin kërpina. Por, jo mundu që me ka një sakt në ato që ka qenë verzion zyrtar, që ka shku gazeta, që janë publike. Dikush ka pas qef me lujtë, edhe ka shku në stërvitje, ka varapu, ka qenë aty e gjithë, mirë po nuk ka ndeshje zyrtare, s'ki mundësimja që të emrin që ka ndeshje zyrtare. Prandaj du të me po dallimin, a ka lujtë ndeshje zyrtare, a ka lujtë nështë anaj stërvitje, a në ndeshje mitësore, ose ka shku në stërvitje gjithë, ka dallim. Si është paraqitur periudha e viteve të vështira për klubin e Llapit, edhe për gjitha klubet e Kosovës ka qenë vështirë, ku okupimi duke rreth 10 vjeçar, mos gabosh. Po, 99, 2000 ato ishte, jo dini mirë çfarë ka qenë. Kanë luajtur për Livadë, në Dukar, kanë luajtur në për shumë ara, fusha, deri në male aty për ta gjetur një vend. Po, edhe për kundër këtyre rrethonave të tilla që shpoj për shumëte, në për fusha, në për ara, prap ka qenë sistemi organizuar, ka pas protokolle, ka pas ndeshje zyrtare që jenë vlerësu, edhe ato vlejnë, ato janë kampionate që janë regjistru, edhe ka pas edhe kampion, ka pas edhe kartonat verdh, ka pas edhe përjashtim nga loja, pikë, rivalitet, do me thonë edhe në ato kushte kampionati i Kosovës është zhvilluar, është mbajt. Ka qenë vështirë me argumentu për shkak të mungesës së kësaj infrastrukturës edhe sportive, po edhe informative pastaj. Për shkak se janë zhvilluar ndeshjet ndoshta edhe raportet e gazetarëve kanë ndodhur që policia jo ka shkruar rrugës. Dikun edhe s'ka mujt me shua në redaksi për më shtyp. Prandaj ka qenë vështirë me i argumentu këtë periudhë. E unë jam mundu që këtë periudhë çato informacione sa kanë qenë krejt çato me i fut në libër. Për shkak se kanë dashur edhe një herë me i dhënë dritë atyre informacione le të themi të pakta, të cunguara që kanë qenë për atë kohë. Dhe jam mundu që shumë ndeshje me protokoll t'i shkruaj, dhe kam dashur që le të dihet sakt kush ka luajtur për Llapin çato vitet e vështira, po edhe skuadrat kundërshtare që kanë luajtur me Llapin e gjejnë veten atë, sepse ka protokolle edhe të skuadrave kundërshtare që kanë luajtur me Llapin. Edhe po them që edhe kjo pjesë ka qenë goxha emocionale dhe kam dashur me çdo kusht me gjetë informacione për me i fut në libër, sepse tash e dim që në mesin e shumë skuadrave, siç është edhe të Llapi, ka pas edhe futbollistë që lufta i ka marrë, pasandaj nuk janë më hiç, disa janë heroj, disa janë vrarë në forma ndryshme, siç i kemi edhe 3 këtu martirët e Llapit që janë vllaznim Emini, Kujtimaliu dhe ai Berisha, Lazim Berisha, po, e që mirë që edhe ata janë pjesë e kësaj historie për atë sa kanë qenë gjallë, po tani janë edhe
ato turnirët që organizohen për ndërë të këtyre. Përkujtimore, po. A mendoni se ky botim ndihmon në ruajtjen e historisë sportive të Kosovës? Patjetër që po, për shkak se kjo është thonë kështu edhe nga institucionet e Kosovës, se kur është bërë promovimi i libres, ka folë kryeministri i Kosovës dhe i ka thonë vlerën e vetë për këtë libër, po edhe aspekti kulturor, Ministria e Kulturës thash që 3 vite bën thirrje publike për dokumentimin e historisë sportive. Dhe me këtë librin e Prishtinës, unë kam konkuru për këtë thirrje publike dhe kam fitu një pjesë të mbështetjes në këtë thirrje publike që është dokumentimi i historisë sportive. Sepse, çështë bëhet dokumentimi i historisë sportive. Klubet tona, unë e them, nashta jam pak e rigoroz në këtë aspekt, por unë kisha qitë edhe kusht për licencim të klubeve me pas të shkruar në grafinë. Sidomos në aspektin ndërkombëtar, licencimi për gara ndërkombëtare. Ku po do të shku ti ndërkombëtare pa pasaport. S'ke shënime. Televizioni shqiptar ka bën një kronik të shkurtër për këtë botim dhe gazetari gazetari i njohur i TVSH-s Defrimet Hasani e ka thujt pasaporta e Prishtinës. Po. Dhe e kam dëgjuar. Ku do në shku, ti do në licencë për arenë ndërkombëtare, ku shkon pa pasaport? S'ki ku shkon, pas fali pasaportën. Po, pastaj. Po. Kështu, që unë besoj shumë që kjo e begaton edhe jetën kulturore dhe dokumentimin e historisë sportive, aq më tepër kur në vitin 2030 i kemi lojrat verore këtu në mesdhetare, në Prishtinë. Dhe Prishtina sigurisht që ka me pas edhe gazetar sportiv, edhe turist të ndryshëm, edhe sportist të ndryshëm, dhe secili që vjen këtu ka me kon kurreshtar me gjithë diçka për historinë sportive të klubeve të këtij vendi. Dhe unë jam i bindur që nëse deri atëherë dikujt ai duket shtrejt me blej këtë libër, çfarë ka më shit më shumë. Kë fillopi vit pas viti, çfarë ta merr mendja, çfarë ishte organizimi përgjithsisht këtu në Podije? I ceremonisë së promovimit. Po, nashta s'u takon mu me fol për këtë ceremoni, për shkak se kam qenë pjesë e saj, nga brenda, është mirë që ju me i thonë shtypjet e juja që keni qenë mësafir dhe keni pa mashlirë, s'keni qenë ngarkuar. Nga këndim. Mirë, po me që thate unë për e them për shtypjen time, edhe ka qenë shumë mirë, ka qenë jashtëzakonisht mirë, për shkak se ambienti ke i mirë, skenari ke i mirë, nashta një lëshim i vogël që e kam pasur që edhe pak u kam bet hatri dikujt për veteranëve të futbollit që s'ju ka dhënë fjala me fol, mirë po është dashur me ditë edhe ata që ky ka qenë promovim i librit, dhe në promovim të librit flitet për librin, ata që i dinë çka ka libri edhe ndoshta një mësafir që është protokollar i institucioneve të shtetit. Këta veteranët që janë pjesë e librit e kanë rastin me fol tash, kur e kanë pa librin, e dinë çka ka brenda. Tash mujnë me folje, me tregu qa ka libri, nashta në ilshim që o bo atë këtë eventualisht. Mirë po, për e them që edhe nëse kanë full dikun, po kanë thonë, po ajo që unë ka marrë shumë komente pozitive, e që më kanë bëmu një mirë, edhe për organizimin, edhe për mbajtjen e librit, edhe për vetë, edhe për formën që ka libri, edhe pamja estetike, edhe brendësia mrenda e krejt. Unë i falenderoj edhe klubin e futbollit Llapin, kryesinë e saj dhe sidomos ata që më kanë ndihmuar më shumë në organizim, Muhamet Rexhepi dhe Petrit Miftari, të cilët nuk e kanë kursyer sidomos ditën e organizimit, që prej mëngjesit kemi bërë krejt punë që duhet, edhe i falenderoj edhe publikisht për mbështetjen që më kanë dhënë në organizim. Në shumë bukur, me të vërtetë është një pasuri gjithmonë për sportin, për kulturën, të gjitha këto libra, me të vërtetë. Na them herët se nuk do të bësh më punë për të shkuar tutje me libra të tjera, po? Në mos gabofsha, monografi. Po, e tham para se më në mikrofonat. Harroj. Jo, po, kështu, monografi të klubeve nuk është që e kam ndërmend me shkru tjera, por kjo puna e shkrimit është, dhe na të shprehin, njëherë gazetar, gjithë jetën gazetar. Po. Edhe e kam ushtru këtë profesion një farë kohë të hershme, edhe pse tash me profesion jam krejt diçka tjetër, mirë po dëshira, pasioni për këtë zejën e gazetarisë nuk po heq asnjëherë. Ti e din, kam qenë edhe më herë këtu në studio të vi, i kam unë edhe 2 libra të tjerë që janë, këta janë 2 libra profesional, ndërsa këta janë 2 libra
ose po themi këta janë dy libra nga profesioni e këta janë dy libra nga pasioni. Tregoj dëgjuesve çfarë punon atje për shembull. Po ata që më njohin e dinë që unë ka kohë që punoj në një institucion të rëndësishëm të vendit tonë, është Agjencioni për parandalim të korrupsionit. Kam një detyrë të drejtorit të departamentit për parandalim të konfliktit të interesit. Plus je profesor. Jo profesor, jam ligjërues her pas here si mas kërkesë. Profesor. Okej. Profesor dhe këto angazhime tjera pastaj vinë nga detyrat që i kemi. Shumë bukur. Nuk do të flas shumë për vetveten Esad Ejupi. Esad është modest. Unë të flasim për libra, për profesionin, për pasionin. Ne flasim, i hapim gjitha çështjet ne këtu. Jemi në fund, kemi kaluar minutazhin që kemi, por megjithatë Vari do të na shikoj. Vari. Unë përmesoj që s'kemi bo asnjë gabim që duhet me na kthy Vari. Edhe nëse kemi bo, e pranojmë. Ai është interesant Vari, ha? Po. Unë mendova ne thash çfarë po thu Vari, futboll, Vari, sistemi Vari. Po. Mu më dhen ne për ndeshjen Interi Juventusi dhe ai kartoni i dytë i verë dhe përjashtimi për futbollistin e Juventusit mendoj që s'ke drejt edhe pas konsultime me Varin për shkak se një situatë ngjashme ma vonë ke edhe ma drastike nuk i dha karton. Tash jam të përcjell Juventusin shumë. Po. Për shkak të Donxhe Grupës. Edhe se çka tha për mua, the Bayerni. Po, se ke shty që të qeshi pa. Po, se Bayerni. Po, duhet me spjegu këto për dëgjuesit, çka Bayerni. Po përmendi për çka? Po, tash kjo është për dëgjuesit. Po, për dëgjuesit, sa ata nuk e di. Po, se në veri ka zakon, kur takohemi më tregon sa tituj ose sa milioni ka marrë prap milioni nga komuna e Podujës për gazetarin. Dhe herën e fundit kur u takuam tash që ke në fund vit milion tha 21, thash jo bollët e si Bayerni kampioni i Gjermanisë. Në vërtet është interesant biseda. Faleminderit shumë për gjithë ato meritore në vers. Nuk e di, jam puna jote gjatë domethënë krejt kësaj periudhës prej pas luftës së Kosovës së Këndej. Je gazetari më konsistent, pa shkputje, edhe ti e meriton një libër Enver Hyseni vit pas viti. Edhe një libër si Prishtina e Napi. 21 vjet, sigurisht, karriera, po, 22. Jo, më falë, 27. 27 vjet. 27, po. 26.000 emisione, dikon. 4.500 për shembull i kisha të ftuar. Intervista. Po, 600 transmetime dhe radiokronist. Nga gjitha vendet e Kosovës. Po më duket nuk jam pak. Edhe në kushte çfarë, askush nuk të pyet. Rrinë në një skut aty dhe keni një telefon të thjeshtë dhe komenton. Askush nuk i deset, e ke po çfarë kushtet ka. Radiokronist. Edhe ti këtë punë e bën nga dashuria.